Në shenjë nderimi për një nga figurat që la gjurmë në historinë e Shkupit, sot u shpalos pllaka përkujtimore kushtuar urbanistit të njohur polak Adolf Ciborowski. Ceremonia u organizua si shprehje mirënjohjeje për kontributin e tij në rindërtimin e kryeqytetit pas tërmetit të vitit 1963 dhe ruajtjen e trashëgimisë historike të qarqisë së vjetër të Shkupit. Në këtë ngjarje morën pjesë kryetari i komunës së Çajirit Izet Mexhiti, kryetari i qytetit të Shkupit dhe mbesa e Adolf Ciborowskit, të cilët vlerësuan figurën dhe veprën e urbanistit polak. Mexhiti tha se Ciborowski dha një kontribut të rëndësishëm për planifikimin e urbanit të qytetit. Tërmeti katastrofik i vitit 1963 shënoi një kthesë vendimtare në historinë urbane të Shkupit. Rindërtimi i qytetit veçtjerash përbënte edhe një sfidë për të përcaktuar se si do të duket dhe çfarë identiteti do të kishte Shkupi në të ardhmen. Pikërisht në këtë proces, Adolf Ciborowski dha një kontribut të rëndësishëm si një nga ekspertët kryesor ndërkombëtar të angazhuar në planifikimin urban të qytetit. Ndërkohë, kryetari i qytetit të Shkupit theksoi se Ciborowski është një emër kyç dhe se nuk duhet të mbetet i papërmendur. Në ditën kur shënojmë 63 vjetorin e tërmetit katastrofik, nuk duhet të lejojmë që në këtë ditë të mbetet pothuajse i papërmendur një nga emrat kyç për qytetin e Shkupit në moment solidariteti dhe të rindërtimit. Bëhet fjalë për zoti Adolf Ciborowski, i cili, siç theksoi edhe kolegu Izeti, pati një rol vendimtar në periudhën nga viti 1964 pas tërmetit deri në vitin 1967 për të ruajtur autenticitetin e një prej pasurive më të mëdha kulturore të qytetit të Shkupit. Mbesa e urbanistit të njohur polak u shpreh se është e surprizuar që kujtimi i tij ende vazhdon të ruhet. Dëshiroj të shpreh mirënjohjen time të thellë për kujtimin e arritjeve dhe punës së palodhur të tij në udhëheqjen e misionit të Kombeve të Bashkuara për hartimin e planeve për rindërtimin e Shkupit. Në të njëjtën kohë jam e surprizuar dhe e prekur që kujtimi i tij vazhdon të ruhet me kaq sinqeritet dhe sot. Ceremonia u mbyll me vendosjen e luleve pranë pllakës përkujtimore, e cila nga sot do të shërbejë si një simbol i përhershëm mirënjohjeje për Ciborowskin.